Çfarë është sëmundja NHS që preku aktorin e njohur? Simptomat e fshehta. Sipas NHS, MND, sëmundja e neuroneve motorike përfshin disa kushte të ndryshme, veçoria e përbashkët e cilave është degenerimi i parakohshëm i nervave motorik të njohura si neurona ose ndonjëherë si neurone. Kjo sëmundje ka prekur së fundmi aktorin e njohur nga serialet Euphoria dhe Grey's Anatomy, Eric Dane. Sipas tyre, rreth 90% e pacientëve me MND kanë formën e përzierë të sëmundjes ALS. ALS, gjithashtu e njohur si sëmundja e Lou Gehrig, është një sëmundje rrallë degeneruese që shkakton paralizë progresive të muskujve. Pacientët fillimisht përjetojnë tundje ose dopsi në një krah ose këmbë, shpesh e shoqëruar me fjalim të çrregullt. Kjo sëmundje ndikon në qelizat nervore në tru dhe shpinë që kontrollojnë lëvizjen e muskujve, duke shkaktuar që pacientët u mbasin dal nga dal aftësinë për të folur, për të ngrënë, për të ecur dhe për të marrë frymë në mënyrë të pavarur, shkruan BBC. Nuk ka kur për ALS dhe sipas shoqatës së distrofisë muskulore, njerëzit zakonisht jetojnë nga 3 deri në 5 vjet pas diagnostikimit, megjithatë, disa mund të jetojnë për dekada.